se është nga temat bazike të Kuranit. Shikoni për shembull në Kuran, sa përmendet shejtani, dhe në çfarë kontekste përmendet. Do në sa përmenden devijimet e popujve, refuzimet e tyre, dënimet që ata përjetuan, kundërshtimet bërë pejgamberëve, në boshtin e kësaj çështje është zakonisht tema e shejtanit. Shejtani ka devijuar, ai u ka zbukuruar, ai u ka hijeshuar, ai u ka bërë me ato mjete që do t'i përmendim. Pra një temë që gëzon hapësirë kaq të madhe në shpallje dhe trajtohet me kaq fokus të madh dhe është kaq prezente, duhet të ketë edhe një të prezente. Shikoni për shembull pejgamberin alayhis salam të ndërrozat në hadithe, sa është prezente tema e shejtanit. Përmendani jo vetëm në çështje madhore të besimit, por edhe çështje rutinore të përditshme, apo për shembull kur të han bukë, kur të pin ujë, mos pi me këtë dorë, mos i me këtë këmbë, mos e bë këtë. Pse e bën shejtani? E bën shejtani. Do nga se është objektiv shëratike, fillimisht kjo temë të jetë aktive në jetën tonë, por edhe pastaj ta kundërshtojmë çdo gjë që ka të bëjë me shejtanin. Pejgamberi më keni pa përmend edhe, për shembull kur zgjodheni nga gjumi, e të kthehet në shtrat, ta fshin në shtatin se mund të ketë hudhë shejtan diçka aty, deri në këtë mas, domthon përdoret tema edhe përmendet tema e shejtanit. Andaj një temë me kaq prezencë të madhe dhe me kaq hapësirë, mendoj që duhet të përkthehet njëjtë edhe në jetën tonë të përditshme. Nëse bëjmë përsham matjet e duhura, sa ka tema e shejtanit hapësirë në shariat, në shpallje, dhe sa ka në jetën tonë do gjejmë shpërputhje serioze. Andaj ne duhet që t'i përshtatemi shpalljes, edhe në kuptimin e udhëzimeve, në kuptimin e praktikës, por në kuptimin e temave. Ato tema që kanë hapësirë të madhe në fe, duhet të kenë hapësirë të madhe edhe në jetën tonë. Ato tema që nuk kanë me hapësirë të madhe në fe, nuk duhet të kenë hapësirë të madhe as në jetën tonë. Andaj ne duhet të përshtatemi me jetën tonë dhe me interesimin tonë dhe me angazhimin tonë të përshtatemi kujt, të përshtatemi shpallës. Edhe në kuptimin e temave si hapësirë, por edhe në kuptimin e temave si përmbajtje dhe si udhëzim.